وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا. Nuk ka në xhenet Allahut gëzim më të madh se sa ta shohësh fytyrën e Allahut xhel xelalu. Të shfaqet krijuesi i gjithësisë. Derisa Allahu xhel xelalu në surën Al-Qiyamah fa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. A ditë ka fytyra të ndriçuara te Zoti i tyre duke shiquar. Shiqojnë Zotin e tyre. Xhenet lid hadha yawmul mazid. Kjo është dita e shtesës që Allahu xhel xelaluhu ja u jep xhenetlivën që ta shohim fytyrën e Allahut xhel xelaluhu. Allahu na mundsoft dhe Allahu mos na privoft nga shiqimi i fytyrës së tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله العليم الحكيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن النهج القويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو العلي الكريم وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, salavatet dhe selamet I përcjellim më të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, të nderuar të gjithë të cilët jeni prezent sot në këtë ditë madhështore, në këtë ditë feste, ku është një ditë me të cilën janë të buar dy festa për besimtarin e padyshim se sot është festa e ditës së Xumo edhe gjithashtu dita e festës së Fitr Bajramit, që me të vërtetë se është një ditë madhështore, është një ditë gëzimi dhe është një ditë hareje për besimtarin, për gjithë ata të cilët e dhanë mundin e tyre, e dhanë përpjekjen e tyre gjatë një muaji të madhërishëm të Allahut xhelle xhelaluhu, I cili na viziton për çdo vit, por o vëllezër, në këtë muaj padyshim se Allahu xhelle xhelaluhu me këtë muaj I ka dalluar besimtarët, ata të cilët kanë të sinqertit, ata të cilët punuan, ata të cilët vepruan dhe ata të cilët u munduan që të kënaqin Allahun xhelle xhelaluhu dhe disa të tjerë të cilët nuk u interesuan apo nuk dhanë përpjekje apo ndoshta nuk përmbushën as nderin e këtij muaji e as që quan në vend porosit e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe se padyshim se ky muaj o vëllezër, na sot jemi në ditë të pikëlluar. Nëse ka mundësi ndale mikrofonin e madh. Se u shton. Na në këtë ditë o vëllezër, padyshim se jemi të pikëlluar
për shkak se përcjellim një musafir të dashur të cilën e kemi pasur në mesin tonë. Ky ishte muaji i Ramazanit, muaji i faljes, muaji i ngritjes së gradave tona, muaji i faljeve së mëkateve tona, muaji i mëshirës së Allahut xhelle xhelaluhu, në të cilën Allahu xhelle xhelaluhu në to mëshiron robërit e tij, e kushdo i cili ka qenë pjesëtar i muajit të Ramazanit, padyshim se muaji i Ramazanit sot ngritet të vëllezër te krijuesi i gjithësisë me diplomat e secilit njeri, edhe me dëshmitë e secilit njeri, kush secili se çka ka vepruar dhe çka ka punuar, edhe se sa e ka shfrytzuar këtë muaj. A thua vallë, si do të jetë dëshmia për mua dhe për ty te Allahu xhelle xhelaluhu në këtë vit të këtij muaji, në të cilën kush secili është munduar që të arrijë ato përpjekjen të cilën është kërkuar në këtë muaj. Edhe se padyshim se o vëllezër, ky muaj i cili i mbaroi ditët e tij, i mbaroi natët e tij, ja erdh dita që na ta përcjellim këtë musafir të dashur të Allahut xhelle xhelaluhu, i cili me të vërtetë është me nderime të mëdha shumë. Muaji i nderit, muaji i krenarisë, muaji i pastrimit të shpirtit, muaji i pastrimit të zemrave dhe i përmirësimit të robëve, që na në këtë muaj me të vërtet arritëm pastrimin ton nga mëkatet, arritëm që na ta ndihmë dhe ta shijojmë çka do të thotë mëshirë e çka do të thotë adhurim, dhe na u adaptuam dhe në lexim të Kur'anit, u adaptuam në dhikr, u adaptuam në shumë ibadete të cilët ishin prezent në këtë muaj. Vallë pyetja lind o vëllezër secili njeri që prej nesh ta bën një pyetje të gjithë këtë përpjekje të cilën e bërëm, a thua inshallah te Allahu xhelle xhelalu do të na pranohen këto vepra. Ishin të parët tona ata të cilët e kishin këtë derd, edhe gjithherë pyetnin se si do të jetë gjendja e jon, a thua pas veprimit, a na u kanë pranuar veprat. Pra besimtari i sinqert është ai i cili edhe përpjeket, edhe punon, edhe mundohet, edhe pastaj i ngrit duart te Allahu xhelle xhelaluhu duke thonë: o Zot, pranoa këtë adhurim dhe këtë ibadet të cilën na e bëm, për arsye se këto vepër e ke bërë vetëm se për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, dhe askush nuk e ban për dikant tjetër, por secili mundohet që të arrijë atë vlerë dhe atë nder dhe atë mirësi për shkak shpërblimit të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë nga shpërblimet më të mëdha që ai do të i shpërblen në robërit e tij. Dhe se padyshim se përderisa në këtë muaj robërit e Allahu xhelle xhelaluhu ndahen në dy grupe, ato të cilët gëzohen sot me përfundimin e këtij muaji, të cilën Allahu xhelle xhelaluhu ja u zgjati jetën e tyre, dhe ato e arritën këtë muaj të madhërisëm dhe përmbushën ato obligime të cilët kanë në këtë muaj. Dhe sot besimtarët gëzohen se Allahu xhelle xhelaluhu ja u mundsoi këtë mirësi që ta arrijnë deri në ditën e fundit, se shumë të tjerë o vëllezër na vetëm e jetuam këto dita të pakta të këtij muaji, po kishte prej vëllezërive ton apo dhe prej motrave tona të cilët nëpërmjet kalimit të këtij muaji vdiqën dhe shkuan te Allahu xhelle xhelaluhu. Pat prej mesit ton të cilët nuk ju mundsua arritja e muajit të Ramazanit, ndoshta deri në fund, dikush deri në gjys, dikush deri dikun, dhe dikush e kishte të caktuar të shkonte Allahu xhelle xhelaluhu. Po mu dhe ty dhe tjetrit, Allahu xhelle xhelaluhu na zgjati jetën që na e arritëm deri në këtë ditë të gëzimit, që lutim Allahun xhelle xhelaluhu që kjo ditë të jetë gëzim edhe ditë feste për ne dhe për gjithë muslimanët. Padyshim se o vëllezër, grupin tjetër të cilën e dallon ky muaj është grupi në të cilën ndoshta në to Allahu xhelle xhelaluhu mund të jetë i hidhruar. Ndoshta Ramazani nuk ka qenë me to i kënaqur, valla thua se çka do të dëshmon për mu, për ty dhe për atjetrin ky muaj të Allahu xhelle xhelaluhu, çka përgatite për këtë muaj.
me çka do t'ja dorëzojmë këtë muaj Allahut xhel xhelaluhu. Si do t'ja paraqesim Ramazanin Allahut xhel xhelaluhu, Ramazani i vitit 2026. Kjo u mbarua dhe shkoi te Allahu xhel xhelaluhu. A thua si ja paraqesmi këtë muaj Allahut xhel xhelaluhu? Me shumë namaz nafile, me namaz natë, me Kur'an, me agjerim, me dhikr, me punë të mira, me sadakaja, me zeqate, me gjitha punë të mira, apo mos vallë, ndoshta kemi qenë shumë të mangët në këtë muaj, dhe sot dita e Bajramit të gjithëve na të bën, o vëllezër, por padyshim se te Allahu xhel xhelaluhu njerëzit klasifikohen në dy grupe. Ashtu sikur që klasifikohen në Ramazan në dy grupe, edhe një ditë do të vjen që do të tubohemi sikur në këtë ditë të Bajramit, të gjithë do të tubohemi te Allahu xhel xhelaluhu, edhe padyshim se dhe atje do të ndahen njerëzit në dy grupe. Grupi i përfillshëm, të cilët ato nuk neglizhuan adhurimin e Allahut xhel xhelaluhu e as obligimet e Allahut xhel xhelaluhu, dhe ata u munduan që të i përmbushin ato në metodën më të mirë dhe në formën më të mirë të mundshme që ka kërkuar Allahu xhel xhelaluhu, edhe grupi tjetër të cilët shpërfillen dhe neglizhuan dhe nuk u interesuan, e një ditë pastaj kur të vjen dita e gëzimit, kur të vjen dita e shpërblimit, që sot kjo ditë e festës, o vëllezër, është ditë shpërblimi. Është ditë madhështore, ditë e madhe që Allahu xhel xhelaluhu nderon dhe shpërblen robërit e tij, ata të cilët kanë punuar në këtë ditë. Dhe se padyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhel xhelaluhu në Kur'an e urdhënon, o vëllezër, që të i paralajmëron njerëzit vendin ku ka qenë edhe ata të cilët kanë qenë për rreth. Në surën Shura, tha Allahu xhel xhelaluhu: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Tha Allahu xhel xhelaluhu, dhe na kështu ta zbritëm ty Kur'anin në gjuhën arabe, ashtu që ti paralajmërosh Ummul Qura, nonën e qyteteve, Mekën, në të cilën ishte vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë vend, edhe pse nuk e nderonin, edhe pse nuk e besonin, edhe pse nuk ju bindnin, por Allahu xhel xhelaluhu e dërgoi në Mekë te njerëzit e vet që t'ja u përcjell mesazhin nonës së qyteteve, e ajo është Mekja. Tha wa man hawlaha, dhe ata të cilët janë për rreth saj, që t'ja përcjellës mesazhin e Allahu xhel xhelaluhu. Çfarë mesazhi, çfarë paralajmërimi, o vëllezër? Allahu xhel xhelaluhu tha: "Wa tunzira yawm al-jam'i la rayba fi." T'ja u tërheqish vërejtjen e atyre për ditën e tubimit, që nuk ka dyshim ta. Do të vjen një ditë që është dita e tubimit, që me të vërtetë se në ta nuk ka dyshim se të gjithë Allahu xhel xhelaluhu do të na tubon. Mirë po, tha Allahu xhel xhelaluhu, kjo dita e tubimit e përfundoi ajetin duke thonë: "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Tha janë dy grupe të cilët në ditën e tubimit do të ndahen. Tha një grup të cilët ju grahet për në xhennet, edhe një grup tjetër runa Zot për në xhehenem. Vallë, a thua, unë ti edhe ai tjetri, a thua nga cili grup do të na grahet? Allahu xhel xhelaluhu në surën Zumar, o vëllezër, na i sjell në faqen e fundit të surës, kush dëshironi mundni që të lexoni e të marrni mesazhin e Allahu xhel xhelaluhu që na i përshkruan Allahu xhel xhelaluhu se si do të ndodhë në atë ditë të tubimit, që nuk ka në ta dyshim, e që do të ndahen njerëzit në dy grupe. Tha një grup është: "Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara." Do t'ju grahet atyre të cilët nuk besuan, grupe turma do t'ju grahet për në xhehenem. Para mendo. E grupa tjetër, tha: "Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara." Do të ketë grup tjetër që ju grahet, grupa duke shkuar në xhennet. Allahu na boft prej turmës së grupës së xhennetit, të cilët do t'ju grahet në xhennetin e Allahu xhel xhelaluhu, që patën frikë Allahun, që ishin me zemra të devotshëm, e që një ditë vjen që Allahu xhel xhelaluhu t'i nderon. Padyshim se, o vëllezër,
Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an na i përshkruan këto dy ngjarje dhe ndodhi që na nuk i dim e as që i kemi pa me sy, por ai është i plot fuqishmi, i gjithdijshmi, Allahu xhelle xhelaluhu krijuesi i gjithësisë, i cili ka përgatitur xhennet për ata robërit e mirë, të cilët janë munduar, të cilët janë përpjekur dhe në rrugën e Allahut kanë qëndruar, që Allahu xhelle xhelaluhu ti fut ato në xhennet dhe ti shpërblen me xhennetet e tij, ku nën to rjedhin lumej edhe ku nën to do t'jenë për gjithmonë. Dhe gjithashtu ata të cilët nuk ju bindën Allahu xhelle xhelaluhu, nuk qëndruan rrugën e drejtë të tij, padyshim se do t'ju grahet në zjarmin e xhehenemit, ku me të vërtet është dënim i dhemshëm, edhe në to do të ngelin të poshtruar. Allahu xhelle xhelaluhu vëllezër, ndoshta në ajetet e surës Zukhruf, të cilët i lexuam në namazin e sabahut, nëse pak meditojmë, me të vërtet se gjejmë që Allahu xhelle xhelaluhu na ka përshkruar përshkrime sikur me i pa me sy. Përshkrime sikur me i pa me sy. Kjo është e ardhmja jonë. Ramazanin në të cilën na i njohëm ditët e tij. Përderisa Allahu xhelle xhelaluhu na përshkruajti Ramazanin dhe tha se është ditë të numëruara, ayyaman ma'dudat, ditë të numëruar. Nëse kemi qenë që kemi numëruar ditët e Ramazanit, 1, 2, 3, 4 dhe ja përfunduan ditët e Ramazanit, dije bindshëm se dhe ditët e jetës tonë dhe times janë duke përfunduar. Dhe një ditë edhe jeta ime dhe e ytja do të përfundon kështu sikur që përfunduan ditët e Ramazanit. Një ditë do të pikëllohen njerëzit për mu dhe për ty, ashtu sikur që na pikëllohemi sot që na e përcjellmi muajin e Ramazanit. Mirë po vëllezër, a thua është stacioni i fundit i yni nëse na e mbarojmë jetën tonë, nëse na e përfunduam Ramazanin, a është stacioni i fundit i joni i takimit tonë me Allahun xhelle xhelaluhu? Stacioni i fundit nuk përfundon me përfundimin e Ramazanit. Nuk përfundon takimi jon me Allahun xhelle xhelaluhu me përfundimin e Ramazanit. Allahu Zoti i Ramazanit është dhe pas Ramazanit, që na u adaptuam dhe u mësuam që na të veprojmë që ashtu që të vazhdojmë dhe pas. Por pyetja është se a thua gjatë këtij muaji të Ramazanit a arritëm qëllimin e muajit të Ramazanit? Që Allahu xhelle xhelaluhu kur na foli për obligueshmërinë e Ramazanit në ajete, Allahu xhelle xhelaluhu na ceku cilën se ku duhet të arrijmë, tha la'allakum tattaqun, ashtu që të arrini devotshmërinë. A thua e kemi arritur në kulmin e devotshmërisë në këtë muaj të Ramazanit, e që të arrijmë pastaj dhe kulmin e nderimit të Allahu xhelle xhelaluhu ditën kur do të dalim para tij. E padyshim se Allahu xhelle xhelaluhu o vëllezër është ai i cili na i përshkruan këto çështje dhe na tregon se nuk përfundon stacioni jon as me Ramazanin e as me ditën e vdekjes kur na do të vdesim, por do të na grahet o në xhennet o në xhehenem mbruna Zot. Dhe se padyshim se ai i cili është munduar në këtë dunjë, te Allahu xhelle xhelaluhu do të gjend mirë dhe shpërblim. Allahu xhelle xhelaluhu na i përshkruan në Kur'an. Nëse e marrmi Kur'anin e Allahu xhelle xhelaluhu, në shumë ajete, në shumë sura o vëllezër, gjejmë përshkrime të hatashme të atyre të cilët nuk janë bindur Allahut, të atyre të cilët nuk janë falur, nuk i kanë bërë obligimet e Allahut, edhe të atyre të cilët i kanë falur obligimet, i kanë kryer obligimet dhe i kanë përmbushur obligimet e Allahut xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle xhelaluhu na tregoi në surën Zukhruf o vëllezër një përshkrim shumë interesant, të shkurt, kur tha se në ditën e gjykimit, kur do të vinë ajo dita e tubimit, tha al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Tha ditë dhe ata të cilët janë dashur mas shumti mes veti, tha do të jenë armiqtë të njëri tjetrit. Përveç kuja, përveç ato të devotshmit. Allahu xhelle xhelaluhu i veçoi o vëllezër dhe i dalloi ata të devotshmit. Të gjithë të cilët janë dashur shumë, ndoshta në këtë botë ka qenë gjendje më të shtrenjtën ta jep për shokin e vet, për dashamirin e vet. Po do të vjen një ditë, tha Allahu xhelle xhelaluhu, që do të jenë armiqtë të njëri tjetrit, përveç të devotshmit. Ata që arritën devotshmëri në këtë muajin e devotshmërisë, që ata e kalitën devotshmërinë e tyre,
padyshim se do të arrin një ditë që ata të nderohen te Allahu xhel xhelalu të jenë miq të njëri tjetrit. E t'ju thuhet, te Allahu xhel xhelalu në atë ditë ju thuhet, kur t'ju grahet për në xhennetin e Allahut, tha ju thuhet ja ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun. O robërit e mi, sot në këtë ditë nuk ka frikë më për ju. Në ditën e trishtimit, në ditën kur të gjithë do të trishtohen o vëllezër. Në atë ditë ku Allahu xhel xhelalu tha, thinjet dhe fëmija. Fëmija thinjet nga vështirësia asaj dite. Allahu xhel xhelalu tha ju thuhet këtyre grupeve të cilët kanë të shpëtuar o robërit e mi, ju sot nuk ka për ju frikë, e as ka për ju pikëllim. Ju të cilët i cilësoj Allahu xhel xhelalu duke thënë alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ata të cilët besuan ajetet tona, argumentet tona dhe ishin musliman. Kështu i cilësoj Allahu xhel xhelalu. Ata të cilët i besuan argumentet tona dhe ishin musliman. Çka ju thuhet? Tha ju thuhet udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Futni në xhennet ju dhe gratë e juja që të kënaqnin to për gjithmonë. Para menon xhennet Allahut nesër ditë në gjykimit të thuhet edhe ty, edhe gruas tënde, të thuhet futu ti me gruan tënde në xhennetin e Allahut xhel xhelalu. A ka më kënaqësi? Yutafu alehim bisihafin min dhahabin wa akwab. Tha Allahu xhel xhelalu ju shërbehet atyre me enë dhe me gastare nga ari dhe argjendi. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus, në ta ka çka ju dëshiron shpirti. A di çka do të thonë çka të dëshiron shpirti? Këtu në dënjane se ta dëshiron diçka shpirti, mund me qenë diçka e ndaluar dhe mund me qenë diçka e lejuar, por te Allahu xhel xhelalu në xhennet çdo send është e lejuar. Çka të ta dëshiron shpirti dhe të ta shpreson vetëm se e ki të përgatitur për ty. Për kanë, për ata robër të cilët Allahu xhel xhelalu tha, në to kanë çka t'ju dëshiron shpirti dhe çka ju kënon synin atyre. Në to do të jenë përgjithmonë. Për kanë është i përgatitur ky problem o vëllezër. Allahu xhel xhelalu e dha përgjigjen tha, wa tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ky është xhenneti i cili ju e trashëguat me punët e juaja të cilët vepruat dhe bë. A jemi me vepra o vëllezër dhe me punët e tona që do të trashëgojmë xhennetin e Allahut xhel xhelalu, që në to të kënaqemi me shumë mirësi e të mëdha, derisa Allahu xhel xhelalu ka cilësuar pastaj o vëllezër xhennetit Allahu xhel xhelalu. Në beramet e kaluar kemi folur dhe për dyert e gjerësisë së xhenetit Allahu xhel xhelalu, por e gjithë kjo përpjekje dhe jeta jon që Allahu xhel xhelalu na ka krijuar, a e shef se çdo sendi që i ka dhënë Allahu xhel xhelalu fillim i ka dhënë dhe mbarim. Por shpirtave tonë Allahu xhel xhelalu ju ka dhënë fillim, po jo mbarim. Allahu na ka krijuar që na të jetojmë për gjithmonë. Vetëm transferohesh nga këtu në jetën e varrit, nga varri në ditën e mahsherit, në ditën e tubimit, dhe pastaj i fillon o xhennetin o xhehenemin, që nuk ka vdekje as në xhennet e nuk ka vdekje as në xhehenem. Në asnjënën prej këtyre. Por gjithmonë në xhennet, por gjithmonë në xhehenem, Allahu na ruaj. Allahu na boft prej xhennetlive të gjithë. Dhe se me të vërtetë se nuk ka gëzim më të madh. Por o vëllezër, Allahu xhel xhelalu na përshkruan shumë dhe shumë mirësi të mëdha të xhennetit nëse na shletojmë librin e Allahut xhel xhelalu dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë përshkrime të hatashme, sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka syri nuk ka pa, veshi nuk ka ndëgju, e as që mund me i parafitiru zemra e ndonjërit prej njerëzve. Nuk mundet i parafitirojsh. Allahu xhel xhelalu pak na ka përshkruar nga mirësitë e mëdha të tij. A do të mbaron shpërvelimi i xhenetlive vetëm që të futen në xhennet? Do të kishte qenë mjaft o vëllezër që na vetëm të futemi në xhennetin e Allahut. Mjaft do të ishte vetëm mos të dënohemi me dënimin e zjarrit të xhehenemit. Por të futesh në xhennet, e Allahu ta fut dhe familjen tënde, ta fut dhe bashkëshorten tënde, dhe fëmijët e tu, e prindit e tu. Allahu xhel xhelalu në surën Tur
Tha walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum. Tha Allahu xhela xhelalu sa ju përket atyre të cilët besuan dhe i qëndruan rrugës së Allahut xhela xhelalu, tha na ja pasojmë atyre dhe pasardhësit e tyre që të futen së bashku në xhennet. A di çka kanë të thonë ta kish familjen të udhëzuar në rrugën e Allahut? A di çka kanë të thonë të jesh ti dhe familja yte në xhenetin e Allahut xhela xhelalu së bashku? Pra tha Allahu xhela xhelalu ju thuhet atyre, futuni në xhennet ju dhe bashkëshortet e juaja, të gjithë të jetoni në xhennet së bashku. Ja u pasojmë dhe pasardhësit e tyre në xhennet së bashku. Por a jemi na ata të cilët i kemi edukuar fëmijët ton, i kemi edukuar familjen ton, që ata të qëndrojnë në këtë besim, në besimin shpëtues dhe në veprat të cilët trashëgojmë xhenetin e Allahut xhela xhelaluhu. Me të vërtetë sa vëllezër, shpërblimi i Allahut në xhenetin e Allahut nuk mjafton vetëm me kaq. Por derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëron se në xhennet do të jetë grupe të dalluara, kush secili sipas veprave të tij, të cilët do të futet, tha dikush, dhe fytyra e tij e plot me dritë sikur hona e cila ndriçon. Dhe pastaj tjetri i cili vjen sikur një yjell, një planet që ndriçon. E pastaj tjetri, tha secili sipas veprave të tij që ka bërë do të ketë plotësim të dritës së ndriçuar të madhe në ditën e gjykimit në xhenetin e Allahut xhela xhelaluhu. Me dritë ndriçuar në fytyrë. Tha derisa do të futen njerëzit në xhennet sikur një zemër, sikur zemra e një personi. As hidhrim me zveti, as xhelozi me zveti, as inate me zveti, por do të jenë sikur një zemër. As do të xhelozon për atjetrin pse ma poshtë, as ky tjetër pse ma anë. Të gjithë së bashku me zemër të pastër, të devotshmërisë. Edhe pastaj i tha Allahu xhela xhelaluhu, ka përgatitur për to shpërblimi më i madh për burrat në xhennet, është që Allahu xhela xhelaluhu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çdo bir të Ademit i ka nga 2 huri të xhennetit. Shpërblim nga 2 gra të xhennetit për secilin nga muslimanët. Kushdo i cili do të futet në xhennet, le ta dinë se ky është shpërblimi i madh që Allahu xhela xhelaluhu i ka krijuar ato vetëm për të shërbyer ty. Nëse ke qenë ai që e ke ruajtur nderin në këtë dunjë, e ke mbrojtur nderin tënd, nuk ke vendosur në haram, nuk e ke njullosur nderin tënd, ta dish se ka dikan që Allah e ka krijuar që të pret ty të shkosh në xhenetin Allah. Ato na presin neve vëllezër, kështu Allahu xhela xhelaluhu na ka treguar. Hurun maqsuratun fil khiyam. Janë huri të cilët presin në ato shatorat e mëdhenj të cilët i ka përgatitur Allahu xhela xhelaluhu. E që unë vetëm shamia e njërës prej tyre, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha është khairum min ad-dunya wa ma fiha. Subhanallah, vetëm shamia e njërës prej hurinëve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha është më e vlefshme se sa dunjaja dhe sa shakon to. Vetëm shamia, hadithin që transmeton Imam Buhariu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur do të futen një grup prej xhenetit, të cilët do të futen në xhenetin e Allahut xhela xhelaluhu, do të kenë secili prej tyre gra të cilët ju qëndrojnë atyre në shërbim. Të tyre, derisa përshkruajti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ju duket palca e komës së tyre nga jashtë. Çfarë kuptimi ka palca e komës nga jashtë? Dietarët thanë vëllezër, aq lëkurën e pastër, sikur që të duket tha palca e saj. Aq lëkurë të pastër. Dhe aq joshëse për gjithë ata të cilët kanë punuar në këtë dunjë, dhe Allahu përderisa e ndaloj që të prishish nderin dikun, Allahu xhela xhelal do të na nderon një ditë ku na presin vasha, të cilët nuk i ka prek askush. Tha Allahu xhela xhelaluhu, lam yatmithun insun qablahum wala jan. As i ka prek kush para jush, as gjin as njerëz. Si ka prek askush. Dhe të janë më të vlefshme, dhe të janë aq të ndershme, derisa vëllezër Sufjan
Thauriu rahimullah tha, vetëm buzëqeshja e njërës nga gratë e xhennetit, kur ti buzëqesh burrit të saj, tha do të ndriçon një dritë e madhe në xhennet. Sa që xhenetlit do të habiten me dritën e saj. E do të thonë, nga na erdhë ky ndriçim kështu i madh? Tha ju thuhet atyre, kjo është nga buzëqeshja e një gruas, një hurul init që i buzëqesh burrit të saj. Vetëm buzëqeshja e saj ka qevlefshme. A mbaron kysh problem o vëllezër vetëm me kaq? Padyshim se kysh problem nuk mbaron vetëm me kaq. Por dhe ka dhe një problem i cili është problemi më i veçantë që Allahu xhelle xhelaluhu ka përgatitur për besimtarët, për ata robërit e devotshëm të cilët punuan në këtë dunjë dhe nuk u lodhën derisa e takuan Allahun xhelle xhelaluhu. Tha Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Sa ju përket atyre të cilët bën vepra të mira, ata të cilët punuan pa lodhshëm, edhe ju bindën urdhnave të Allahut, edhe e pasuan Allahun xhelle xhelaluhu dhe të dërguarin e tij. Përderisa ato vdiqën si musliman me punë të mira të tyre, tha Allahu xhelle xhelaluhu për ata që bën mirë, kemi shpërblime të mëdha dhe shtesë. Po mirë, çka është kjo shtesa, thua? Pse Allahu xhelle xhelaluhu e përmendi dhe shtesë? Cila është ajo shtesa jashtë xhenetit Allahu xhelle xhelaluhu? Tha Allahu xhelle xhelaluhu, në xhennet do të kenë çka t'ju don shpirti. Lahum fiha ma yashaun. Në to kanë çka të dëshirojnë. Wa ladaina mazid. Dhe kemi diçka shtesë për to. A thua vëllezër, i ka shkuar në ndërmend dikuje që të pyet, a thua çka është ajo shtesa në xhenetin e Allahut xhelle xhelaluhu? Çfarë shtese më shumë në xhenet e Allahut xhelle xhelaluhu të kish? Padyshim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hadithet e shumta të cilët kanë ardhur në përshkrim të xhenetit të Allahut xhelle xhelaluhu, që është problem për robërit e devotshëm, të cilët trashëgojnë atë xhennet me punët e tyre të cilët vepruan, që Allahu xhelle xhelaluhu ja udhëron si shpërblim atyre për shkak mundit dhe punës së lodhshme të tyre. E dinja o vëllezër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na lajmëroi kështu, derisa në këtë përshkrim Ibn Qayyim rahimahullah na i përmbledhi hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të saktat, të cilët kanë të bëjnë në këtë tematik, derisa subhanallahu me i lexuar hadithet dhe përshkrimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është me të vërtetë që ta rrinqeth trupin edhe ta rrinqeth likurën. Por kanë një ato shpërblime. A thua do t'jemi na ata të cilët do t'i meritojmë të shpërblime të mëdha? Tha Ibn Qayyim rahimullah, wa in sa'alta 'anil mazid an ziyarati al-aziz al-hamid. Nëse pyet për ditën e shtesës, çka është dita e shtesës? Mbonja mend vëllezër, këtë koment, këtë shpjegim çka është dita e shtesës. Dita e shtesës edhe për vizitën e Allahut të plot fuqishmit, krijuesit të gjithësisë. Në xhennet, xhenetlit, jo vetëm që do të qëndrojnë xhenetlit në xhennet, por do të kenë dhe vizitën e Allahut xhelle xhelaluhu. Do të thirren për ta vizituar krijuesin e gjithësisë. A e di çka do të thotë që ti të shkosh ta vizitojsh atë që të ka kriju, që e ke besu pa e parë fare, ju ke bindur urdhnave të tij, edhe një ditë do të vjen që do të nderohesh, e do të dalish para tij, e do të veçon Allahu xhelle xhelaluhu që të flet vetëm me ty. Para mendoje çfarë problemi i madh, derisa tha nëse pyet për ditën e shtesës edhe për vizitën e të plot fuqishmit, të gjithdijshmit Allahut xhelle xhelaluhu, tha atëherë argumentet e shumta të cilët kanë ardhur o vëllezër, tha derisa vjen një thirrës që të i thirr banorët e xhennetit. Në transmetimin e Imam Tirmidhiut, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Ebu Hurajra një herë i tha Said ibn Musayyib, kur e takova Ebu Hurajrën,
më tha, Allahu në bashkoft neve, mu dhe ty, në tregjet e xhenetit. Tha, do të kese tregjet e xhenetit, dhe pastaj filloi t'ja tregon hadithin e pejgamberit selam se do të ketë tregjet e xhenetit. Tha, do të bohen njerëzit sikur në ditën e xumo, dhe si sot që është dita e xumo, që na të bohemi në ditën e xumo. Tha, në xhenet do të jetë ditët sikur të javës, së ditës së xumo njerëzit e xhenetit shkojnë në për tregje, të kënaqen dhe të dëfrohen, edhe ditën e xumo shkojnë ta vizitojnë Allahun xhelle xhelaluhu. Para mendova vëllezër, të shkojnë ta vizitojsh Allahun xhelle xhelaluhu në ditën e xumo, që na kemi fal xumo për çdo xumo. Në ditën e kiametit në xhennet, në ditën e xumo shkosh ta vizitosh Allahun xhelle xhelaluhu. E tha pastaj, fa i thret ky thirrsi dhe i thot, ja ahlal janna, o ju të xhennetit, o banorët e xhennetit, inna rabbakum tabaraka wa taala yastazirukum, Allahu xhelle xhelaluhu ju thret për ta vizituar ata. E pastaj ato të bohen të gjithë, banorët e xhenetit të bohen të gjithë, o vëllezër. Nëse ka mundësi, o vëllezër, afrojnë në për safat që të kite vend edhe për të tjerë. Nëse ka mundësi bosh lloket, më shumë që të mund të futen edhe tjerë. Lëvizni, Allahu i shpëton. Derisa sa kur të shkojnë me një lugin që ka përgatitur Allahu vetëm për banorët e xhenetit, që ato të ulen aty, vendi ku do të takohen me Allah. Është një vend i veçantë që tha Allahu xhelle xhelalu ka përgatitur kultuçe që kur syri si ka po. Dhe ka përgatitur vend aq shumë të bukur ato kultuçet kur të ulen të gjithë banorët e xhenetit, edhe pastaj e presin, o vëllezër, krijuesin e gjithësisë që t'ju shfaqet atyre. Para menohem në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër, që Allahu xhelle xhelaluhu ju shfaqet atyre. Edhe se kjo është besimi e Ahlusunnetit se na do ta shohim Allahun xhelle xhelaluhu në xhennet. Që të shfaqë Allahu xhelle xhelaluhu fytyrën e tij në ditën kur do të futemi në xhennetin e Allahut xhelle xhelaluhu. A nuk është kjo dita e shtesës? A nuk është kjo dita e gëzimit më të madh? Nuk ka në xhennet e Allahut gëzim më të madh se sa ta shohësh fytyrën e Allahut xhelle xhelaluhu. Të shfaqet krijuesi i gjithësisë. Derisa Allahu xhelle xhelaluhu në surën Al-Qiyama tha wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. A ditë ka fytyra të ndriçuara te Zoti i tyre duke shiquar. Shiqojnë Zotin e tyre. Xhenetlit duke shiquar Allahun xhelle xhelaluhu. Tha ju shfaqet atyre dhe ju thot: ja ahlal janna, o banorët e xhennetit. Tha i përgjigjen Allahu xhelle xhelaluhu, kur Allahu xhelle xhelaluhu tha ta zbulon, edhe t'ju del dhe t'ju fol direkt. Dhe pastaj ju jep selam. Assalamu alaikum. Tha përgjigjen të gjithë xhenetlit duke thonë: Allahumma anta salam wa minka salam. Tebarakta ya dhal jalali wal ikram. Përgjigjen xhenetlit duke me thonë: o Zot, ti je paqë. Nga ti vjen paqja, ti je Zoti i madhërisëm dhe i nderit. E pastaj i tha Allahu xhelle xhelaluhu, ju thot: a nuk dëshironi diçka dhe shtesë? Kërkoni nga unë diçka? Ata thonë: o Zot, a nuk na i ke zbardhur fytyrat? Alam nubayyidu wujuhana? A nuk na i ke zbardhur fytyrat ditën kur shumë fytyra u nxin sot? A nuk na i ke zbardhur fytyrat? A nuk na ke futur në xhennet? A nuk na i dha gjithta mirësi? A thua çfarë kërkesash më shumë të kenë për Allahun xhelle xhelaluhu? A nuk na i ke falur mëkatet? Allahu xhelle xhelaluhu tha ju përgjigjet: për shkak faljes së mëkateve që ju kam dhënë, ju keni arritur në këtë pozitë. O vëllezër, mu për atë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton Imam Muslimi, Imam Tirmidhiu nga Buhari radhiyallahu anhu, i cili tha se ragima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Poshtë hunda
e ati personi i cili është futur në Ramazan, del prej Ramazanit që kanë falur ende mëkatet. A di çka do të thotë të arrish Ramazanin e dalësh mos të falen mëkatet? Banor të xhenetit i thonë: o Zot, a nuk na i ke falur mëkatet? Tha Allahu xhelal xhelal, po unë u kam falur mëkatet, se mos ja u kisha falur mëkatet nuk do të arrishin këtë pozitë. E pastaj o vëllezër, nga mirësia e madhe, tha atëherë thojnë: o Zot, a ka mundësi që të të shohim në aty? Tha dhe Allahu xhelal xhelaluhu ju shfaqet atyre, i hek perdet, të cilët tha me ndriqimin e madh të fytyrës së ndershme të Allahu xhelal xhelaluhu, tha vetëm pse Allahu xhelal xhelaluhu ka caktuar që mos digjen banor të xhenetit, se përndryshe do të digjshin të gjithë. O vëllezër, nuk ka gëzim më të madh se sa të të shfaqet Allahu xhelal xhelaluhu, edhe ta shohësh Allahun xhelal në ditën e gjykimit. Para menohet të gjithë banorët e xhenetit, tha veç kur ta ndëgjojnë një zon, tha ju shfaqet Allahu xhelal xhelaluhu nga si për të mbështetur në kultuçe, tha vetëm kur ta ndëgjojnë zërin e Allahut xhelal xhelaluhu dhe i thërret ato, e këto kur ta ngrenë kryen dhe të shikojnë, tha ju shfaqet Allahu xhelal xhelaluhu. Allahu mos na privoft nga shikimi i fytyrës së tij, dhe nuk ka gëzim më të madh se sa nan ta shikojmë fytyrën e tij, dhe se padyshim se me veprat të cilët i kemi, o vëllezër, jemi aq shumë të mangët që na ta meritojmë që të shikojmë fytyrën e tij. A di se dietarët thanë, pse xhenetul firdausi më i lartë të jetë, edhe të jetë më i përgatituri, që deri në hadithet e pejgamberit Allah që Allahu xhelal xhelalu e ka zbukuruar me dorën e tij, tha vetëm për shkak se do të shfaqet fytyra e Allahut, e gjithë xheneti është zbukuruar me zbukurimet më të papërshkruara, e ti t'jesh nga ata të cilët një ditë do të nderohesh që të shikosh fytyrën e Allahut xhelal xhelalu, në xhenetin e Allahut xhelal xhelalu, e të thot Allahu xhelal xhelalu: o Robi im, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do ta ndon secilin njeri, do t'i flet Allahu xhelal xhelalu në xhenet secilit vetmas. Atadhkuru yawma kadha wa kadha, atadhkuru yawma kadha wa kadha. A e kujton filan ditën kështu dhe kështu? A e kujton filan ditën dunjë kështu dhe kështu? Dhe fillon tha të gjitha t'ja përkujtojnë Allahu xhelal xhelalu, të gjitha veprat të cilët Allahu xhelal xhelalu është ai i cili ahsahu Allahu wa nasu. Allahu i ka regjistruar edhe pse njerëzit i kanë harruar. Derisa tha ti thot dikuja, në xhenet Allahu xhelal xhelalu e don veç dikan, dhe i flet atij veçmas, e ti thot: o Robi im, atë kujtohet filan mëkatin dunja kur e ke bo? Tha do trishtohet ky robi nga frika se mos vall ta humsh problemin e xhenetit, dhe i drejtohet: o Zot, a nuk ma ke fal? A nuk ma ke falet mëkat që e kam pas vetëm ti e ke ditë? Tha i thot Allahu xhelal xhelaluhu: po padyshim se ta kum fal, por të ta kujtoj se nuk e kam harruar. Mos mendoj se atë mëkat vetmas veç ti e ke bërë dhe s'ta ka marrë vesh kurkush, se Allahu xhelal xhelaluhu ka harruar. Por Allahu xhelal xhelaluhu me mëshirën e madhe të tij, o vëllezër, një ditë na fut në xhenetin e tij, ku në to jemi përgjithmonë, edhe në çdo ditë të xumos, të jemi ata të cilët Allahu xhelal xhelaluhu do të na thirr për vizitën e tij, e të shfaqet Allahu xhelal xhelaluhu, e të thonë xhenet lit: o Zot, nuk na ke zbardh tyrat. Po jo, kjo është hadha yawmul mazid. Kjo është dita e shtesës që Allahu xhelal xhelaluhu ja u jep xhenetlivëm që ta shohim fytyrën e Allahu xhelal xhelaluhu. Allahu na mundsoft dhe Allahu mos na privoft nga shiqimi i fytyrës së tij. Allahu xhelal xhelaluhu na furnizoft me xhennet. Allahu na boft nga ata të cilët nuk na ndon as nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, por mos na privon nga mirësia më e madhe e cila është e xhenetit, është shiqimi i fytyrës së tij, o vëllezër, se njerëzit janë ata të cilët e kanë adhuruar Allahun xhelal xhelaluhu, dhe se tha Allahu xhelal xhelaluhu i thërret të gjithë banorët e xhenetit dhe i thot: ja ahlal janna, o njerëz të xhenetit, ku janë ata të cilët më adhuruan mua pa më po? Ku janë ata që më adhuruan pa më po? Ja ardita sot pastaj që ta shohin Allahun xhelal xhelaluhu, dhe Allahu të shfaqet secilit. Allahu na boft prej banorëve të xhenetit. Allahun e lusmi që Allahu xhelal xhelaluhu
të ketë pranuar veprat tona, Allahu xhelle xhelaluhu ata të cilët kanë vdekur dhe janë ndarë nga mesi jon, Allahun e lusmi që Allahu t'i fal me faljen e madhe të tij. Allahu vorrin t'ja uzgjeron, Allahu xhelle xhelaluhu me Jannatul Firdaus t'i gradon. Allahun e lusmi në këtë ditë feste që Allahu xhelle xhelaluhu këtë ditë ta bën ditë feste për gjithë muslimanët. Allahu xhelle xhelaluhu i gëzoft dhe ato fëmijë të cilët nuk kanë as prindër, e nuk kanë as kush ju vjen rreth. Allahu është ai i cili i gëzon dhe Allahu i furnizon. Allahu në lusmi që Allahu xhelle xhelaluhu gjendjen e muslimanëve ta përmirëson. Allahu xhelle xhelaluhu çdo të sëmur, kushdo i cili ka nga ne ndonjë të sëmur, Allahu t'ia shëron. E çdo kush i cili ka ndonjë vujtje, ndonjë breng dhe ndonjë problem në këtë ditë madhështore, lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu brengat e tij t'ia largon. Allahu xhelle xhelaluhu gjitha të mirat në këtë botë Allahu t'ju dhuron, dhe gjithashtu e lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Jannatul Firdausin Allahu hise të na bën. Dhe se padyshim se o vëllezër, kemi kaluar disa dita të mëdhaja shumë dhe jemi tashmë gati në namazin e Bajramit, e inshallah do ta falim namazin e Bajramit. Do të mbahet hutbja shkurt shumë sa të përmbushim kushtin, edhe pastaj inshallah shpërndahemi të gjithë. Edhe se padyshim se Bajrami, për shkak se nuk përsëritet shpesh dhe harrojmë, edhe ajo dihet se si falet namazi Bajramit sipas mëdhëbit Hanefi, merret tekbiri i parë dhe pastaj 3 tekbiret, lexohet surja Fatiha, Elhamdulillahi, dhe një sure sunnet është që të lexohet suratul A'la, Sabbihisme Rabbikel A'la. Kështu lexon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shkohet në ruku, e kur kthehet vazhdohet me leximin e Kur'anit. Pasi që të lexohet surja Fatiha, lexohet sura, është sunnet që të lexohet Halatek Hadithul Ghashiyah, surja Ghashiyah, e pastaj merren 3 tekbiret, në 4-rin shkohet në ruku dhe kështu mbaron namazi i Fitr Bajramit. E pastaj inshallah mbahet hutbja dhe inshallah ju lajmërojmë dhe në hutbë shkurt se jemi në ditën e Xumo, gjithashtu që kemi dhe Xumo, a duhet që të falim Xumo, a nuk duhet? Pra padyshim se në to ka mendime të dietarëve dhe ka hadithe të tilla, por derisa ka rënë dita e Bajramit në ditë Xumo dhe te na, ka rënë dhe te koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën do t'ia shpjegojmë shkurt. Por ajo që unë dëshiroj sot është, vëllezër, që e di se me të vërtet ju kam lodhur shumë në këto dita të këtij muaji të Ramazanit, edhe e di se ndoshta fjalët ndonjëherë kanë dalë prej goje, edhe fjalët të cilët dalin prej gojës padyshim se ndoshta ndonjëherë mund të jenë të vrashta, mund të jenë të ronda, ndoshta nuk e kemi qelluar ndonjëherë, por asnjëherë nuk kemi dashur, as që kemi pas qëllim që ta lëndojmë dikondin me fjalë, e as që ta rëndojmë dikondin, përveç se kam dashur që ta përcjellim mesazhin e Allahut xhelle xhelalu dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ashtu sikur që i kemi mësuar dhe sikur që është, dhe më për atë unë sot para jush e kërkoj halallokun. A më boni halal? Dëshmi para Allah. A më boni halal edhe njëherë? A më boni halal të gjithë? Dhe me të vërtetë se nga unë të gjithë e kini halal çdo send, dhe e lusë Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu t'ju fut të gjithëve në xhennet dhe ta bën këtë ditë gëzimi dhe ditë mirësie, dhe se me të vërtetë ju dua për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي سخر الليل والنهار كل في فلك يسبحون.
الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا يتنافس فيه المتنافسون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet i përcjellim në këtë ditë madhështore profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, të dashur agjerues, të cilët e përfunduam muajin më të madhërishëm dhe muajin më të vlefshëm të Allahut xhella xhelaluhu, në këtë ditë të madhe të kësaj feste të madhe që është festa e Fitr Bajramit, edhe në këtë ditë të vëllezër në janë të buar dy festa madhështore që janë të buar me një ditë, e kjo është festa e ditës së Xumë dhe festa e ditës së Fitr Bajramit, që me të vërtetë se është gëzim mbi gëzim, edhe se na jemi në një mëshirë të madhe të Allahu xhella xhelaluhu, që Allahu xhella xhelaluhu na ka dhëruar, dhe se padyshim se nuk dëshirojmë që t'ja zgjashësim as hutben as bisedën, por çka të bëjmë nëse na ndodh një gjë e tillë. Kjo ka ndodhur dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mendimet e dietarëve kanë ndryshuar o vëllezër, se a bjen xhumoja nga ai i cili e falën namazin e Bajramit, ajo e cila është mendimi prej të gjithave. Shumica e dietarëve si mëdhhebi Hanefi edhe të tjerët shkuan në ato se nuk bjen dita e Xumë, por mendimin tjerë të dietarëve për shkak argumenteve të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pa të ndodhur një herët, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i liroi nga dita e Xumë ata të cilët e falën namazin e Bajramit, mirë po për imamin edhe kushdo i cili don të prezanton, ai prezanton për ta falur namazin e Xumës në ditën e Bajramit. Kur të bjen, tha wa inna la mujammaun inshallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha na do të bohemi e do ta falim namazin e Xumës. Kushdo i cili dëshiron mund të vjen ta fal namazin e Xumës, kushdo i cili nuk dëshiron e ka fal namazin e Bajramit, bjen nga ai dita apo namazi i Xumës. E kështu me radhë, për këto janë ato vlera që të i dim se nuk është hera parë që ka ndodhë shumë herë, se cili padyshim se na dëshirojmë që të arrijmë ato më të mirat. Inshallah na do ta falim namazin e Xumës, kush dëshiron mund të prezanton. Wa kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Të nderuar vëllezër, shfrytëzoj rastin që nga kjo hutbe sot t'ja uroj ditën e festës së Fitr Bajramit i juve dhe të gjithë muslimanëve. Ju koft për hajër kjo festë e madhe dhe lutë Allahun xhella xhelaluhu që mos na privon nga mirësitë e mëdha të kësaj dite, e veçanërisht që është mirësi e madhe që një ditë për këtë lodhje dhe për këtë mund do të shpërblehemi te Allahu xhella xhelaluhu, që Allahu xhella xhelaluhu në Kur'an tha, ju thuhet kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Na thuhet një ditë në ditën e gjykimit kur dalim te Allahu xhella xhelaluhu, e të na fut Allahu xhella xhelaluhu në xhennet për shkak veprave të cilat i kemi bërë. Tha, ju thuhet Allahu xhella xhelaluhu, tha, ju thuhet atyre hani dhe pini për ditët që i kaluat atje, që ndoshta nuk mundët të hani dhe të pini në këtë botë, pat dita që nuk mundëm të ham dhe të pim, por na ishim që përmbushim një obligim të Allahu xhella xhelaluhu. Shpresojmë që një ditë
Allahu xhele xhelanu të na gëzon me thënien e tij, futnin xhenetin e tij, të gjithë së bashku të hamë dhe të pim për ditët të cilat i kemi kaluar të vështira në këtë botë. Allahu ju shpërbleft të gjithëve, Allahu e bof ditë gëzimi, Allahu ju gëzoft juve të gjithëve me gjithë familjet e juaja. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك بل يرضى عنه الناس أوفى يسفقون أنا لن أعد أسعى لغير رضاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك بل يرضى عنه الناس أوفى يسفقون أنا لن أعد أسعى لغير رضاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك بل يرضى عنه